takim me Kurtin të Hamzës edhe fjalimin pas futjes. Nuk më është me shku në takim me Kurtin dhe me thonë unë jam i gatshëm me zbatu programin tem, që i bjen ti ki dëshirë me hynë qeverisje, sepse programin prej opozitës nuk më është me zbatu, edhe kur Kurti nuk të merë me dalë me thonë PDK-ja këtë 4 vjeqarë është në opozit. Qështë tash këta janë opozit e zorit në kuptimin që nuk po kanë qef me konë në opozit. Nuk po thëmë që duhet me qenë në qef i madhë me qenë opozit, mirë po kur e ki një pushtet me tën këta numra, të qenurit opozit duhet më konë pak edhe vokacion edhe ndjenjë. Pra me të vlush zemra, me të vlush shpirti, për me i bo opozit një pushteti që është shumë i fort. E këta janë të thonë kështu, na e kanë edhe këto 4 vjetë, së morëm kur gjëheq në qeverisje, presim zgjidhjet e ardhshme. E me qësi ndjenje, me qësi mendësie politike, Kurti nuk ka mundësi me u zvoglu. Na e pom, 100.000 vota i hupi, as një vot nuk e morën shtes partit tona opozitare. Okej, po thu që PDK-ja e refuzoj, edhe pse PDK-ja... Kurti e refuzoj. E refuzoj. Si pas që Kurti ka refuzu PDK? Po. S'kam dilema, a i gjithmonë e ka pas zgjedhjen e parë LDK-n, është shumë ma e brisht, sidomos tash pas problemeve të brendshme që dolen edhe jashtë. Si pjesë e veçantë të kjo pjesë. Po përnonim të PDK-ja. Po aty këtu i kemi disa zona, që po thojnë, nuk e këshu më hu një mundësi, si shkuar mirë më hu një mundësi, një koalicioni mes PDK-s dhe Lëvizjet e Vendosur, si Xhavi Taliti, një Sinjoni për themeluzve, edhe shumë tjerëve. Edhe ta shtuat pyetja që opozit e zorit. Ne kena pas një qendrim opinion për njerëzve kryesor të PDK-s, zotit Samil Ushtaku, i cili ta në rast një koalicioni thonë da dërheqje. Ma veç ai ka folë kundër koalicionit. Ma gjeni një figurë tjetër të PDK-s, që ka thonë nuk bën kurse si me një koalicion. Kalimeti më stiu pra në djetë në studio. Shumë mirë, këta prom pas ka ndodhë, shumë mirë që ka ndodhë, po kam përshtypje njën që ky Ganja dhe Samia, vazhdimisht kam pas qëndrimet të njëjta, le të themi, Karshi Kurtit. Problemi i PDK-s janë kja garda e sheherlive që ata i thojnë për brenda, që po dojnë me transformu diqysh PDK-n e këta Samil Ushtaku e Ganja për ta janë barë në parti, sepse nuk po i lojnë me u fut në sqetullën e Kurtit, pas pa një farë sakrifice. Samil Ushtaku ato deklaratat forta i ka bo, me i parandalu pikrisht këtë grup mrena partijak, që me flirtu me Kurtin edhe me hapër së saqe. Për shumë se flasë për këtë generatën, që zdrojt pak me re... Urani është besaj prisi. Ka që shumë një ashpër, ndaj zotit Kurtin qeverisin, të nëndësimet që abën zotit Ditia, Ministrisë Shëndetësisë. Unë menoj që Urani nuk ka folë, vishim fushat ka folë kundër Kurtit, edhe unë jakum në gjej edhe fjalimet në kuvend, dhe më thonë një 6 mujdit deputet prej zgjedhjeve në zgjedhje, i ka 2 fjalime në seancën e fundit parlamentare para se me shku në zgjedhje. Urani njihet për gjut ashpër, edhe ndaj përparimit, po që zhepat, mas 2 mujve u fut në koalicion me të njëjtin përparim, me cilin thëj ke këm gabu që kom hyj herën e parë, nuk di që shkom me arsyetu herën e dytë. Urani si karakter politik është oportunist, a i këshyrë kështu gjasat cila i shërben ati ma mirë, edhe një mundësi qyshme e më njanu këtë gardën e vjetër në thojzat komandantëve që i kanë emru kështu, kundërshtarë të PDK-s, unë besoj edhe mrena PDK-s i cilësojnë si të tilë, po dojnë që me afru me Kurtin, që me pas një strej me cilën bjetur. Që është e pa mundë në koalicion me PDK-n, se pështash harrova, për shumë, dhe kena pas Bekim Azijun të unë e thot e këputi dorën, edhe nuk ja dha votë. Diqaj së është deputet në dohet. Po, për pak nuk arriti. E vërtet. Që për shumë, gjatë fushatës fundit, ka pas një numër i deputetve të PDK-s, që zëshëm në fushat, kanë folë sikur na, që kemi thonë duhet me garu, të thonë që a ki vija të kuqe me Kurtin apo jo. Që kjo ka qenë dilema aty në zgjedhjeve. Nuk guxeshin me thonë këta të 20 shëspar shumë në PDK. Këta që ishin ma poshtë e thëshin, sepse donin me ungrit në listë përmes votës anti-Kurtit. E thoni që ka dollë këtë parashikimi ju i deklaratat që keni pas për partitë opozitare? Nuk kam as një dilembre, Fidan, mu i mirë i këthy. Që ke pas kur AKJ? Për shembull AKJ tha nuk du më bo qeverisje me ty, nuk du më bo pjesë e jotja. Pranomi stop. AKJ ka bo... Edhe unë ta boj korumin për president. AKJ ka bo pak ma menqëm, se AKJ ka ditë që nuk i merë Kurti. E ka ditë që nuk i merë. Nuk shkoj me u bo qesharake si Bedri Hamza, me hy të thonë ne jemi për qeverisje, me dalë me thonë ne jemi opozit për një orë ta kemë me Kurtin. Hamza, nuk anë jemi për qeverisje. Ka anë të implementuat programi i... Po dhe vish nuk implementuat programi për një partije tjetër pa qenë të në qeverisje. Tash na që njifemi pak këtu në politikë edhe dimat fjallor politik, ajo është
ai nuk e tha kështu, unë dua të futem në koalicion me zotin Kurti, se nuk është aq amater në deklarata politike, mirë po me dekonstruktu ato që ai ka thonë të hyjë dhe ato që ai ka thonë të dalë, është na po kena qef me hi, Kurti s'pëna merë rrjedhimisht metëm në opozitë edhe 4 vjetë. A keni qenë shumë të ashpër gjatë fushatës edhe e bëni opozitën pak më ndryshe se partitë e tjera. Keni folë shumë për oportunizëm, keni folë performance që është botë politika në këtë vend. A ju befasoj shkurja ose takimi Vjosa Osmanit me Albin Kurtin, dytë si negociator, por në pozitat të ndryshme. Unë e më befasu shumë kërë pash. Edhe më do pak interesant. Ty ma parasysh që i kanë bo Vjosës gjatë soj fushate, me lincimet që ju kanë bo, ofendimet që ju kanë bo, zdo që ju kanë bo, po më do këshumë i suditshme, që ti? Fidan, unë e kom video gjatë fushatës, kërë në thërnim pse për Sulmani ka të shumë Vjosën, kjo është tash kundër